Ebu Dherri një ditë për ditë dhe i ka thonë Bilalit: o i zi, ti për të zive i e. Kër i kanë kallëzu për nga mërë sam, u ka revoltu shumë. Shiko që u ka revoltu për jehudin, po para me në për muslimanin. E ka thirë Ebu Dherri, necë tu e ajer të hubi umme, a i ki thonë që nanë me ki të zes, tha po ja Rasulullah se u nervozova. E ajer të hubi umme, a ja shojtë nanëna, a ja përmeni se nanë me ka të zeza, tha po ja Rasulullah se kesh nervoz. Tha, vallahi ti Allah paske ignorancë, vallahi Allah e paske gjahiljet ti, Allah paske hi i kullum në islam. A i Ebu Dherri u kon plak, edhe u kon pit parve që ka hi në islam, pit parve. Tha ja Rasulullah, unë e tha plak jam. Hajdi pikur ku me hi në islam une. Kini pa të dhët, une ku mi pi matin në islam. Po ty si jebe gjenet li, qa që ki 50 vet në islam. Po qka s'po de Allah, o i tu shkel, i tu bo zullum, ti me pas hi edhe pin kalu belan, ka të ki nëse si tu dit musil. Tha o Ebu Dherr, wallahi dha paske gjahiljet, inne ke mruun fi ke gjahilije, ti ka në njëri që Allah paske gjahiljet. A ju prak, tha ja Rasulullah, une tha plak, kam hi në islam pi mati. Tha po, aja ke përmejnë në zes, po, për këtë asyje të ndëruar që marli, statusi më i lartë të cilin ka arrit pejgamberi alayhi salatu wassalam me e marrë në Kur'an ka qenë butësia. Statusi me të cilin Allah e ka lavdruar dhe i ka thënë: ti o Muhammed, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. O Muhammed, ti me kanë i vrasht, ti me kanë i egër, këtë largohen mbi tije, këtë hikin mbi tije. Walakin me çka kamrije? Bi rahmetin min Allahi linte lahum. Me rahmet të Allahit i kanë i but, me rahmet të Allahit i kanë i but. E lusim Zotin e madh, Allahu butësin të mbjellë në zemrën.